math që ti vete në institucionet europiane të Brukselit, në Parlamentin Europian e tjera, dhe shkon, ti fillon, anatemon, shan, malkon dhe paraqet situatën si një vend të inkriminuar, si një vend të pajetueshëm. Kjo është një marrëdhënie që shpif se diçka do ngelet. Por kjo nuk mund të funksionojë më. Kjo është edhe kjo situata. Çfarë do dalin nesër nëse i humbet gjyqin? E gjithë kjo esencë e kësaj analize të cilët mendova që e prekan disa elemente është që serioziteti. Kush është serioziteti i Letirit? Nuk ka një lloj serioziteti për të Petra, i kalojmë pak edhe tek pretenca për sterilizimin ndaj ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj pritet të jetë nesër. Në këtë proces çfarë mund themi? Shkurtimisht se kam disa procese që dua t'i ndajmë bashkë. Shikom, problemi i nesërmë ngelet për të parë. Nuk e dim tani se cila është pjesa dhe si do të vendosi gjykata. Pretenca e prokurorit nuk është se ka lidhje me vendimin përfundimtar. Patjetër. Për ata që nuk e dinë, është kërkesa që ka prokurori sa duhet të dënohet sipas prokurorit i pandehur. Pikërisht se bën ato bashkimin e veprave penale, të cilat dhe jep një paraqitje përfundimtare. Por ajo të cilën presim është që mendoj që personat të cilët janë sot të akuzuar direkt, janë thritur si të pandehur në këtë proces, mendoj që do të kenë, janë 4 vepra penale të cilët e kanë, shpërdorimi i detyrës, është korupcioni pasiv i funksionarëve dhe shkelja e barazisë në tendera. Janë disa elemente të cilët prekin, po do të shikojmë se ku është bazuar më fort pjesa e gjykatës, pjesa e organit e akuzës, se cilët do të japin pretencën e vet. Pra konkluzioni përfundimtar i prokurorit është ai që do të vendosi nga struktura posaçme, por kjo ngelet gjithmonë në dorën e gjykatës. Shpresoj që të Ndërkohë, kalojmë te një tjetër çështje e rëndësishme, SPAK merr të pandehur kreun e prokurimeve publike Jonaid Myzyri për një tender 2.2 milion euro afërsisht shkelje në këtë tender. Çfarë mund themi edhe për këtë dosje ose për këtë qasje që ka SPAK ndaj zyrtarit të rëndësishëm? Shikom, më është dhënë rasti të kem 2 subjekte për sa i përket rastit të uniformave të policisë, të cilën me të vërtet kjo pjesa e marrëdhënies për këtyre pjesën e tendrave është shumë pjesë delikate dhe neve kemi dhe struktura të pa përgatitura për të cilën duhet të ndjekim pjesën e programit dhe cila është praktika që bëhet një tender për sa i përket një elementit caktuar. Me sa di unë, zoti Myzyri është pjesa e një tenderit të arkivës, mos gabohem, që nuk ka pasur dhe është bërë kallëzimi nga kjo pjesë e një Jo, është për mirëmbajtjen e një rruge. Është tjetër gjë. Mos gabohem, është për arkivën dhe është 2 milion euro. Një subjekt e ka kallëzuar për pjesën e marrëdhënies. Nuk e di, ndoshta dhe unë jam i gabuar. Jo, është mirëmbajtja e aksit të Shpalë Rëshen. Është për mirëmbajtje rruge. Gjithsesi, nuk është ajo, po është tjetër. Nëse mund të jetë ajo, po në akuzën zyrtare nuk është kjo, gjithsesi. Pavarësisht, shikom, duhet të dishni diçka që kjo marrëdhënia për të cilën kemi në këtë rast, shifra nuk duket shumë e madhe, nuk është një shifrë e madhe të cilën 2.200.000 euro nuk janë pak. Për një subjekt, për një mirëmbajtje rruge, varet cilat janë edhe kapacitetet, cilat janë kriteret, cilat janë elementet pse e ka rrëzuar kompanin tjetër. Procedurë e dyshimit është akuza ose pretendimi. Dhe njërë, po të them me fjalë, po të flas me organikën se si veprohet, pjesa e gjithë strukturës, si nga drejtori, edhe deri te struktura dëvarëse, janë këta, është kjo hallkë zinxhiri e cila bën kolaudimin dhe shikon me vërtetësi pjesën e praktikës në tendera. Mirë, po kjo tani, nëse ka shkaktuar një dëm të madh ndaj shtetit, pra aktivizohet një nen tjetër që është pjesa e rrethanave rënduese. Por zakonisht ky nen shkon nga 6 muaj deri në 5 vjet, mos gabohem, dhe kjo ngelet. Por që duhet parë, kjo është vetëm 10 ditëshi, nëse ai sot është thritur i pandehur ka 10 ditë kohë për të paraqitur gjitha elementet shtesë, pastaj nëse nuk i pranon prokuroria, do të shkojë çështja për gjyq dhe aty është pjesa. Petraj, masakra e Gërdesit shtyhet përsëri seanca ndaj